Indrit, shumë prej njerëzve kur na takojnë thotë, po pse agjëroni kaq shumë? Pse lodhi veten tuaj? Pse agjërimi? Po, a ka nevojë Zoti me ne 30 ditë ose 9 ditë pa bukë dhe pa ujë? Pra pse agjërimi? Si mund ta kthejmë këtë përgjigje? Të falenderoj për pyetjen sepse her pas here ndodh edhe për namazin, ndodh edhe për zakatin, ndodh edhe për vetë Islamin, në kuptimin pse punoni ju kur është feja e Zotit dhe Zoti e përhap fenë e tij dhe e ruan fenë e tij. Allahu xhaleshanuhu e prezanton veten e tij që atributet i ka pa kufi. Atributet i ka të plota. Edhe në Kur'an, po edhe në hadithe kutsi, po edhe profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Por edhe pse na i përmend Allahu këtë detaj për na thënë se ja ju nas antumul fuqara ila Allah. Pra ju njerëz ju jeni nevojtarë dhe të varfër për Allahun xhaleshan. Allahu është Ghaniul Hamid, Allahu xhaleshan është ai i pasur dhe i vetë falendëruar. Për të na thënë se këto punë që bëni ju i bëni për veten tuaj. Pse? Se ju jeni të dobët. Ju keni një amanet dhe një barr, do ta shohni në vend. Ju vetveti nuk keni takat, sepse jeni krijesa. Ju duhet të lidheni, pra ju duhet të karikoheni, ju duhet të furnizoheni. Patjetër. Dhe të lidhin me kë? Me krijuesin tuaj, pra me rrjeti elektrik ka nevojë që të lidhet me burimin që të ketë energji elektrike. Edhe njeriu që të funksionojë. Edhe njeriu që të realizojë qëllimin e tij ka nevojë që të lidhet me Allahun xhaleshanu. Jo se Allahu ka nevojë për të. Ne kemi nevojë të realizojmë amanetin ton. Të jetojmë si robë të Zotit. E falim namazin, jo se ka nevojë Allahu për namazin, por kemi nevojë ne. Sepse do të realizojmë amanetin për të jetuar me dinjitet. Agjërojmë Ramazanin pse? Që të kalisim pikërisht të problematikën që e pas kemi. Kush është problematika? Që s'kemi aftësinë apo s'kemi forcë për të hequr dorë nga e keqja. Madje s'kemi forcë për të bërë mirë. Ka për njerëzve që nuk kanë forcë për të bërë mirë. Patjetër. Kush është sekreti? Kalitja nëpërmjet agjërimit, kalitja nëpërmjet adhurimeve. Dhe në veçantë në muajin e Ramazanit nëpërmjet agjërimit të Ramazanit nga mëngjesi deri në darkë. Pra gjithçka, për t'ju përgjigjur pyetjes tënde, gjithçka bëhet e bën njeriu për veten e tij. Allahu s'ka nevojë për asnjë gjë. Por ne kemi nevojë për këto adhurime dhe është rahmet dhe duhet ta falenderojmë Zotin pafund që na i ka sjellë këto adhurime. Një muaj ti edukon veten tënde. Një muaj kthehesh tek vetja jote. Një muaj ti reflekton me veten tënde. Një muaj e kupton që ti je krijesë e Zotit. Një muaj e kupton sa i dobët që je. Kur vjen iftari, fjalë me zi pret atë ushqimin ose ujin për ta. Pa ky është njeriu në fund. Dhe prandaj Allahu xhaleshanu do thotë ja ju el-insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O njeri çfarë të mashtroj që ti kthesh shpinën e Zotit tënd. E thua, po mirë, unë s'kam nevojë për këtë, s'kam nevojë për atë. Ti natyrisht je krijesë dobët, ke nevojë. Dhe lum për atë që në atmosferën e Ramazanit ka forcë për të kthyer tek vetja e tij, sepse kështu arrin tek devotshmëria dhe devotshmëria na thot profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, që devotshmëria me Zotin, pra shkurtimisht të jetosh me Allahun çdo sekondë jetës tënde, do thotë se ti të kesh mundësi të mos e lësh veten tënde masdore për të bërë vepra të mira dhe me të tjerët. Patjetër. Madje një nga përkufizimet e dietarëve thotë që takua do thotë mburoj, mbrojtje nga zjarri i xhenemit, të rush veten nga zjarri i xhenemit, që do thotë Ramazani, ky muaj i madh, e shton që njeriu të ketë devotshmëri dhe madje siç vetë transmetimi që 10 ditë që i fundit është largim nga zjarri i xhenemit apo. Profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith në kontekstin e asaj që thatë edhe ju, thotë agjërimi është mburoj. Agjërimi është kështjella mburojtëse e njeriut nga zjarri i xhenemit. Zot rujna. Që do thotë e keqja dhe zjarri i xhenemit në një krah. Në momentin kur njeriu agjeron, ai lartësohet. Dhe Allahu me mëshirën e tij e fut tek banorët e xhenetit. Pse? Sepse ka arritë që të kontrollojë veten e tij, ka arritë që të frenojë veten e tij, ka arritë që të mirës ti thotë mirë, të keqës të keq. Se çfarë thotë profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, kur hyn muaji i Ramazanit, pra në fillim të Ramazanit, një zë thërret. O ti që do të bësh mirë, afro. O ti që do të bësh keq, largo. 10 net i fundit është falje dhe largim nga zjarri i xhenemit. Pra largon emrat e agjëruesve nga zjarri i xhenemit. Ky është një privilegj dhe një motiv, po dhe një mesazh nga Allahu xhaleshanu për njeriu për të thënë që ti ke nevojë për agjërim, ti ke nevojë për adhurim, ti ke nevojë për namaz, ti ke nevojë për Kur'an, ti ke nevojë për gjithë ato që ti kanë bërë në obligim, sepse vetëm kështu ke mundësi që të jetosh si rob i Zotit dhe më kom si ti dhe në natyrshmërinë tënde. Dhe pastaj të pret shpërblimi, xheneti dhe kënaqësia Allahu xhaleshanu. Indrit Zoti shpërbler për këtë trajtesë. Amin. Kënaqësia e madhe të jem me ju edhe në këtë episod. Edhe të shpresojmë që të gjithë ne në këtë muaj Ramazanit të arrijmë këtë devotshmëri që Zoti Mandushëm e ka vënë si qëllim të tjetrit kuranor dhe inshallah dalim njerëz më të mirë mas Ramazanit. Amin. Amin. Allah shpërbler dhe kënaqësi. Faleminderit shumë.